Një banesë dykatëshe është përfshirë nga flakët e zjarrit në fushë mamurras të Kurbinit, duke u shkrumbuar thuajse plotësisht. Ngjarja ka ndodhur rreth mesnatës së kaluar, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, pasi familjarët kanë arritur të dalin sapo kanë konstatuar zjarrin. Menjëherë pas njoftimit, në vend ngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikse të Laçit, të cilat kanë ndërhyrë përshuarjen e zjarrit edhe kanë bërë të mundur izolimin e tij, duke shmangur përhapje në banesat përreth. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, thot i zoti shtëpisë Lulzim Tarja. Ishte ora 11 e gjys, kur ula unë se për me isha të pa si për atë televizor, në kohë se ashtu ja bani idea si për pama në kjo këtu duli jashtë për herë. Pastaj merë shumë i fuqishëm, me erdhi një me vlajën Bilbili, me gjithë kalamet, me uje me kretë, vetëm kërja ka ba vabë i ka hedha ta gjanë kretë me va, këtu me ujë me apo me zërë këna majtë, kanane zë fikse, për këna paglohet, nëse e shujtëm, pa në fund të erdhen e vretën, dhe sa shu zjarri, këtu a bo katastrofë këtë gjanët se i kam ikën, mbi 15 milion. Bahame për elektrikët, bahame se gjithë të gjanë s'ka pas kështu. Gjana me si ka qenë kështu, këtu ka qenë këtu se flensha unë. Edhe këma s'por këtë materialet e tërmetit tu, i fjallë këm pasë raftin e kalamajve të nusës e gjitha këtë, po mbi 15 milion malë, një ka hedhë këtë. Shkaku është dhe tjetë i korentit, se tjetë gjënë s'ka, vetëm i korentit. Paraprakisht dyshohet se shkaku i zjarrit mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes.